E keni menduar ndonjëherë se si krijohet pasuria e madhe? A është çështje inovacioni, pra shpikësh geniale, apo ka të bëjë më shumë me një manipulim të zgjuar të sistemit? Kjo është pyetja thelbësore që do të analizojmë sot, duke zbuluar dy forcat e kundërta që formësojnë ekonominë tonë. E po, përgjigjja, siç mund ta merrni me mend, nuk është fare e thjeshtë. Në fakt, e gjitha fshihet pas një debati themelor, një lloj përplasjeje mes dy filozofive krejtësisht të kundërta për mënyrën se si fitohen parat dhe si ndërtohet pasuria në botën e sotme. Dhe ja ku qëndron thelbi. Imagjinoni ekonominë si një tortë. Nga njëra anë, ke ata që përpiqen ta bëjnë tortën më të madhe për të gjithë. Ky është krijimi i vlerës, një lojë ku të gjithë mund të fitojnë. Nga ana tjetër, ke ata që luftojnë thjesht për të marrë një copë sa më të madhe nga torta që tashmë ekziston. Ky është përfitimi i vlerës, dhe këtu që dikush të fitojë, dikush tjetër duhet të humbas. Kaq e thjesht. Mirë, le t'i hedhim një sy më nga afër kësaj. Për ta kuptuar tamam se si funksionojnë këto dy rrugë, duhet të fillojmë me përkufizimet. Pra, çfarë do të thotë saktësisht të përfitosh vlerë në vend që ta krijosh atë? Dhe ja ku e kemi. Pika kyçe është pikërisht kjo. Kërkimi i rentës nuk ka të bëjë me, le të themi, ndërtimin e një fabrike më efikase apo shpikjen e një produkti të ri. Jo, ka të bëjë me ndryshimin e rregullave të lojës. Qofshin këto rregulla politike apo ekonomike, qëllimi është i njëjtë, të marrësh pasurinë që tashmë ekziston dhe ta zhvendosësh në xhepin tënd. Kjo metaforë është thjesht briljante. Mbreti nuk e ndërtoi lumin, apo jo, nuk i bëri anijet më të shpejta. Ai thjesht vur një zinxhir dhe filloi të merrte para nga kushdo që kalonte. Kjo është thelbi. Pasuria këtu vjen nga kontrolli i aksesit, jo nga shtimi i vlerës. Tani, le t'i vëmë përballë këto dy botë. Nga njëra anë, krijimi i vlerës, që ka të bëjë me inovacionin, me konkurrencën e ndershme. Ndërsa kërkimi i rentës, ai mbështetet tek manipulimi, tek lidhjet politike. Dhe rezultati? Njëra krijon pasuri të re për të gjithë, tjetra thjesht e merr ato që është tashmë aty dhe e lëviz diku tjetër. Por, shikoni pak rrezikun. Të bësh biznes të vërtet është super e rrezikshme. Kurse të manipulosh sistemin, shpesh herë kjo është një rrugë shumë më e sigurt drejt fitimit. Mirë, mjaft me teori, le të kalojmë tek praktika. Si duken këto ide në botën reale? Sepse, duhet ta themi, vija ndarëse mes krijimit të vlerës dhe kapjes së saj shpesh është shumë e hollë, madje dhe e diskutueshme. Shikoni pak rastin e Amazon, për shembull. Nga një kënd vështrim është një inovator i jashtëzakonshëm. Ka revolucionarizuar logjistikën, ka krijuar një shërbim që na e ka bërë jetën më të lehtë, kjo është krijim vlere, pa diskutim. Por, ka edhe një anë tjetër. Kritikët thonë se Amazon e përdor fuqinë e saj monopole për të mbytur konkurrencën duke u marrë tarifa të larta shitësve të vegjël. Pra, apo krijon vlerë, apo thjesht po e merr atë nga të tjerët. Një debat i ngjashëm ndodh edhe me kompanitë e mëdha farmaceutike. Argumenti pro është ky: patentat janë absolutisht e nevojshme. Pa to, askush nuk do të investonte miliarda në kërkimin e ilaçeve që na shpëtojnë jetën. Dhe kjo ka logjik. Mirpo nga ana tjetër, këndvështrimi i kërkimit të rentës na thot diçka tjetër, se këto kompani shpesh përdorin dredhi ligjore për t'i zgjatur pafundësisht patentat, vetëm për të bllokuar versionet më të lira të ilaçeve dhe për t'i mbajtur çmimet në stratosferë. Kur le t'i lëmin pak me një anë këto debate komplekse, ka raste kur gjërat janë shumë më bardhë dhe zi. Raste kur kërkimi i rentës nuk është më çështje interpretimi, por bëhet një manual i mirëfillt përfitimi dhe shpesh kalon direkt në korrupsion të pastër. Dhe këtu loja bëhet vërtet e qartë. Këto strategji s'kan asnjë lidhje me inovacionin. Për shembull, keni dëgjuar për trollet e patentave? Këta njerëz nuk shpikin absolutisht asgjë. Thjesht blejnë patenta dhe pastaj padisin kompanitë që realisht po krijojnë diçka. Të gjitha këto janë thjesht mënyra për të bërë para duke manipuluar sistemin, jo duke i shtuar vlerë. Dhe kur kalohet vija e kuqe e ligjit, kërkimi i rentes shndrohet në korrupsion të pastër. Dhe zakonisht, manuali i këtij korrupsionit ndjek disa hapa shumë të njohur. Një shembull famëkeq është operacioni Car Wash në Brazil. Flasim për një skandal gjigant ku kompanitë e ndërtimit paguan, dëgjoni pak, afro $1 miliard rishfete. Pse? Shumë e thjeshtë.
për të fituar kontrata qeveritare me çmime të fryera dhe për të futur diferencën në xhep. Klasike. Dhe mos mendoni se kjo ndodh vetëm në politika apo biznes, edhe bota e sportit nuk mbretet pas. Të gjithë e mbajnë mend skandalin e FIFA-s, ku zyrtarët merrin miliona dollar rishvete thjesht për të shitur votën e tyre se ku do të mbajë Kupa e Botës. Përfitimi i pastër. Por ndoshta një nga shembujt më ekstrem, më tronditës, është skandali një MDB në Malezi. Këtu, zyrtarë qeveritar dhe ortakët e tyre akuzohen se vodhën plot 4.5 miliard dollar. Nga ku? Nga një fond shtetëror që supozohesht të ndihmonte zhvillimin e vendit. Parat u zhdukën përmes një rrjeti global rishfetësh dhe kompanish fantazëm, e pa besueshme. Të gjithë këta shembuj na çojnë në një pyetje shumë të rëndësishme. Po mirë, çfarë çmimi paguajmë ne si shoqëri kur kjo logjik përfitimi bëhet dominuese? Pasojat siç do ta shohim janë të thella dhe prekin absolutisht çdo gjë. Dëmi është kudo në fakt. Në ekonomi, pse të rrezikosh me një ide të re kur është më e lehtë dhe më fitimprurse të manipulosh sistemin? Kështu, inovacioni ngadalsohet. Në shoqëri, pabarazia rritet në qiell, sepse parat shkojnë tek ata që kanë lidhjet e duhura, jo tek ata që punojnë më shumë. Dhe në politik, besimi tek institucionet shkërmoqet, duke gërryer vetë themelet e shtetit. Dhe kjo nuk është thjesht një opinion, të dhënat e tregojnë qartë. Për shembull, hulumtimet nga Fondi Monetar Ndërkombëtar tregojnë një lidhje direkte. Sa më i lartë të jetë niveli i korrupsionit, aq më e madhe bëhet edhe pabarazia në të ardhura. E logjikshme apo jo? Përfitimet shkojnë te të lidhurit, jo te produktivët. Okej, pra, pas gjithë kësaj, çfarë kemi mësuar? E gjitha kjo na sjell tek një pyetje finale, një pyetje thelbësore për sistemin ku ne të gjithë jetojmë. Sepse duhet të jemi të sinqertë, realiteti nuk është kurrë bardhë dhe zi. Ndërtuesit më të mëdhenj të pasurisë shpesh nuk bëjnë vetëm njërin apo vetëm tjetrën. Ata janë mjeshtra në të dyja, kombinojnë inovacionin e vërtet me një aftësi të jashtëzakonshme për të lundruar dhe manipuloni strukturat e pushtetit. Kjo është shpesh formula e suksesit të madh. Prandaj, pyetja e madhe që mbetet nuk është nëse këto dy forca, krijimi dhe përfitimi, ekzistojnë? Sigurisht që ekzistojnë. Pyetja e vërtetë është, cila prej tyre shpërblen sistemi ynë? Cila rrugë është më e lehtë, më fitimprurse, sepse përgjigjja e kësaj pyetjeje nuk përcakton vetëm se kush bëhet i pasur, por përcakton se çfarë lloj shoqërie dhe çfarë lloj të ardhmeje po ndërtojmë.